Ish fusha aviacionit të shtojt 4 kilometra në veri të qytetit të Shkodrës në Grut të Re vazhdon të jetë pushtuar nga stoqet me inerte. Banorët e zonës shprehen me shqetësim për këtë gjendje dhe për harresën e treguar nga shteti që nga viti 1997 e lënë në mëshirë të fatit, ndonë se ende figuron në inventarin e Ministrisë së Mbrojtjes. Ata mbajnë mend se sipara rreth 40 viteve kjo fushë ishte e sistemuar, e pastruar dhe shërbente si pistë për uljen dhe ngritjen e helikopterëve, ndërkohë që gjatë luftës në Kosovë, këtu ngriti kampin edhe mision i ardhur nga Austria për të ndihmuar në situatën e krijuar. Banorët thonë se ja vlen të studiohet mundësia e kthimit të kësaj fushë në aeroport turistik dhe jo të lihet në këtë gjendje gjithë kjo sipërfaqe pranë qytetit të Shkodrës. Kanë ulmër, kanë fushë aviacion, kanë ferma për letërgjepje, kanë ferma të partisë punës, të nashtu kanë ferma shumë mira. I shkatër vënë atë të ranë. Kanë fushë fira shpido. Tu kanë pa fillu me hap temele shpish, nuk i naloj shteti. Kanë bën grupa me sevatora, nuk i lajojnë. Se është fushë shtetënore kjo. Maj mene kampingun austriak që bënarë me Kosovarë të njëm to, si pa ngre shatat fëshim to. Shto që e nevojshme ashtë. Shumë e nevojshme. Dhe për turizmin shumë ma mirë, se sa bënë të prej këtë makina shkojnë marqitmanë, në vermëshën, në razëm, në theth, breglumit, shosh, janë shumë pikat bukura. Janë shumë bukura. Fusha aviacionit të shtojt daton që nga vitet 20 të shekullit të kaluar e ndërtuar për këtë funksion nga forcat italiane. Ajo vazhdoi si e tillë edhe gjatë luftës së dytë botërore, ndërkohë që pas çlirimit të vendit ju kalua ushtrisë dhe forcave ajrore, duke i shtuar edhe repartin e radiolokacionit. Ajo vazhdoi kështu deri në vitin 1997, vit që shënoi edhe shkatrimin e ushtrisë për të arritur në ditën e sotme me imazhin e një shkretëtire.